Shikues të dashur, jemi në fshatin Harilaç të komunës së Fushkosovës, ku do shohim se si po shkojnë punë në fshatin Harilaç, cilat janë pasuritë, siç po shohim ka bukuri shumë. Shkojmë i shohim edhe bukuritë edhe pasuritë që i përkasin fshatit Harilaçit. Fshati Harilaç, një fshat rreth 400 vjet i vjetër, përveç bukurive natyrore, pasurohet edhe me trashëgimi. Udhtimi jonë në këtë fshat do të na rrëfej shumë gjëra të rëndësishme. Një prej banorëve të këtij fshati, zotri Hamid Sopjani, ishte mësues e tani më pensionist, do të na rrëfej shumë rreth historisë së fshatit Harilaç. Fshati Harilaç ka një shtrirje gjeografike shumë të mirë, sepse nalt e ka kulluesën, poshtë tokën punuese, kështu që ka pasën edhe i ka tani kushtet për zhvillim edhe të blegtërisë edhe të bujqësisë. Si fshat, është shumë fshat i vjetër, ma tepër se 400 vjet, po në bazë shënime sakta nuk kena, po biseda që kemi bërë me matë vjetrit, ata të regojnë që është shumë fshat i vjetër. Që është fshat i vjetër, të regojnë edhe kalaja qysh nga se kjo kalaja datën e shekullit 6. Shekullit 6, po se vend banim njët për 400 vjetë. Për 400 vjetë? Të krahasu me kalaun. Të krahasu me kalaun, se këtu në kala ka pas njerëz. Zakonisht kjo kalat janë ngritën për kodra edhe kanë komunikuar. Kjo kalaja e Harilaçit, si mbas shënimeve, ka komuniku me kalon e Vuqetërnës, atje të afër Mitrovicës që është, Qavicë, bjeshkët që Qavicës, edhe ka komuniku me kalon e Artanës, atër në vëbërë që i kanë thonë, të kanë qenë që kanë pas me komuniku. Komunikimet atër dhjetë s'ka pas telefon, kanë bën përmes zjarëve. Po. Kanë pas atë kohën, gjatësia e zjarrit, varësisht për i kushteve, nëse ka qenë luftë, nëse ka qenë rrezik permanent, atër i kanë të zjarrit. Të tha që është e vjetër 400 vjetë, si fshat, si vendbanim, një që 400 vjetë. Sa shtëpia janë konë fillim në Harilaç? Unë e lindën në 1950, në moj men 32 shtëpi krejtë. Sa di ka 125 janë. Dënë banum, me dëtë për banum për shtëpien 125. Krejtë. Kohën e fundit ka fillu edhe pak edhe migrimin e për qytet, si mos Fushkosovë, i të rive zakonisht për shkak punës. Harilaçi ka pas kushtet edhe për shkollim se qendra, kërë qendra Prishtinës ka qenë afër atëherë, edhe tash është, edhe më afër. Në vitin 1961 ka fillu ndërtimi i aeroportit, me fillimin e ndërtimit të aeroportit edhe rruga është ndërtuar dhe na nuk kemi pas problem për shkollim. Kushtet kanë qenë të mira. Do më dhe shkolla në Harilaç, në fshatin Harilaçit është? Shkolla në Harilaç prej 1962-s. Prej 1962. Çfarë punë si 4 vjeçare, në fillim ka qenë 4 vjeçare, e në vitin 68 është bërë 8 vjeçare. Po paralele ndamës latine. Dikur vetëm bujqësia ka qenë edhe blegtëria, të i falendru zhvillimit ekonomik, sidomos të Fushkosovës, atëherë kanë fillu edhe punësimin e për organizatës, se Fushkosovë ka qenë fabrika e përpunimit të ushqimit, fabrika e bukës, ka qenë në thertoria, ka qenë kombinati bujqësor industrial, kështu që ka pse këtu janë konë në fshatin Harilaçit. Harilaçi ka mujtë më punësu në Fushkosovë. Fushkosovë ka fillu punësimi më i madh, vitet 70 edhe më vonë. Deri në vitet 70 pak ka pas punësuar se s'kan pas ku. Zakonisht kanë qenë në minierën e të magnezitit magure, edhe miha atëherë e thëngjilët ka qenë jo si përfaqësuar, për e the miha në toksu e thëngjilët në Hada për Biliqit. Këtu ka qenë punësum. Masanena të nëse thash, mas ishin kushtet për shkollim, janë shkollu gjithë, s'ka pas. Komune i ka bonja edhe 3 shpumje tjera, kështu që ujtë e pije se kem. Do më thonë, e kanë bo vetë bazentin për mu furnizu fshatarët? Vetë fshatarët, pa investim të kërkujna. Kanë qenë burimet, ato burimi kanë marrë, kanë vendosur në bazen, kanë këthy burimet edhe kemi pas ujtë me ramet lirë. Rrugë janë të asfaltuar me gjitha, po si thashë në fillim edhe territori i fshatit tonë është pak si kodrinor, që rrugë ka qenë edhe përpara të shtrume për nguar. Po. Të asfaltuar çdo rrugë, si rrugë, çdo rrugë është e fshatit asfaltuar.
Cila është pasuria e Harilaçit? Po pasuri më të mos e Harilaçit dhe që është kaloja e Harilaçit. Kaloja. Këtë dokument është dokument që ky bani më shumë i lashtë. Edhe është tjetra që në shumë fshatra ka toponime slave, në Harilaç nuk ka toponime slave. Janë original shqiptare për Ilirëve për shembull. Po çka është karakteristike edhe që është lisi Progonit, mbret i Ilir, kur është mbajtur, ku i kanë mbajtur takime. Po shkëton Harilaç. Ka qenë përpara, jo ka qenë, nuk e mbaj mend, vendin paraforsisht ku e di, babë, gjyshe këta tjerë të kanë mbajtur mend, ku kanë nejtë ato janë mbajtur në ledhije, ka lisi Progonit. Tash ti vendi i ti nuk di. Ai lisi Progonit është edhe në histori e shkruar. Po. Në çat vend ku është mbajtur. Jo shumë larg krye qytetit, me rrugë të asfaltuara, me ujë të pishëm mjaftueshëm e me një lartësi të lartë e të gjelbruar, afër aeroportit e me një kala me plot histori. Ky është fshati Harilaç. Kaloja e Harilaçit, kjo si mas shënimeve që i kanë gjetë ekspert, është e shekullit pej 4 deri në 6. Në shekullin e 4 ka filluar, në shekullin e 6 ka përfunduar ndërtimi i saj. Tullat, se një pjesë është shumica është në gur, për një pjesë edhe në tulla janë halaj të ato të lugi vurëve, ato të regëshin pjesë ku janë prej tullat, janë pjekën edhe dërë me dorë janë gjitën konalt. Tash e shohim edhe tullat çfarë janë ato. Ato tullat tash për shekullit 6 datojnë e ma herët, a doken sukur vjetë ose par vjetë me qenë prodhume. Harilaçi 400 vjetë, po ka ma tepër se derisa ka ekzistuar kalaja, kanë ekzistuar dhe njerëz, se kalaja pa njerëz nuk mundet. Po tash ato me që s'ke shënime mundesh me thonë, mundesh me 400, 500, po unë që ka di dhe që ka këmë dëgju për ma të vjetërë, se tash edhe unë jam i vjetërë, atëherë del që tjetë vend banim për 400 vjetër si fshat. Që kjo pozit geografikë i ka mundësu edhe me jetu pak ma mirë se të fshatra, se kemi pasën ujtë, kemi pasën kullusën, edhe toka nuk është ashpjellore, po nësi ka pas me shumicë atëherë, deri në vitin 1923, kur vinë kolonët e parë malazez,